Kuvendi i Kosovës ka rrëzuar propozimin për formimin e qeverisë së udhëhequr nga Glau Konjufca, duke vulosur dështimin e përpjekjes së dytë për të krijuar një kabinet pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Propozimi i ardhur nga lëvizja vetëvendosje ka marrë vetëm 56 vota pro, ndërsa 53 deputet janë shprehur kundër dhe 4 kanë abstenuar, duke mos arritur shumicën e nevojshme për miratim. Konjufca ka prezantuar para deputetëve kabinetin e tij qeveritar dhe ka kërkuar mbështetje parlamentare duke argumentuar se pa një qeveri të re vendi rrezikon të thellohet në krizë. Ai ka theksuar se synimi i tij ishte të shmangte një palë zgjedhje të reja, duke përmendur se organizimi i tyre do të harxhonte edhe 8 milion euro pa arsye. Kabineti i propozuar nga Konjufca ruan pothuajse të njëjtën strukturë me kabinetin e mëparshëm të Albin Kurtit me një ndryshim kryesor në Ministrinë e Infrastrukturës. Ubesnik Bislimi zëvendëson Dimal Bashën. Ministrat e propozuar janë Albin Kurti si zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i jashtëm, Donika Grvalla zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë, Fikrim Damka si zëvendës kryeministër i tretë, Hekuran Murati te financat, Arben Vitia në shëndetësi, Ejup Maqedonsi në mbrojtje, ndërsa pjesa tjetër e kabinetit përbëhet nga emrat njohur si Lulzon Jakxhiu, Avni Zogjani, Fatmir Spahiu, Blerim Gashani, Rasim Demiri, Fitore Pacolli, Armend Muja, Mimoza Kusari Lila, Artane Rizvanolli, Nenad Rashiq dhe Sejnur Vejshall. Konjufca ishte mandatari i dytë pas dështimit të Albin Kurtit më 26 tetor, ndërsa presidentja Vjosa Osmani e kishte ngarkuar atë më 4 nëntor. Me rrëzimin e votës për qeverinë, presidentja është detyruar të shpallë zgjedhjet e parakohshme, të cilat duhet të mbahen në afatin e 40 ditëve nga data e shpalljes. Seanca e Kuvendit për formimin e komisioneve parlamentare nuk ka mundur të zhvillohet për shkak të mungesës së kuorumit, pasi partitë opozitare kanë kundërshtuar iniciativën e vetëvendosjes.